të kulturuar, që e do arti, që e do muzikën. Ka qenë një pranishëm të një teatri në Dyni, që të në shohë dhe sot është plot e të plot. Mi që të një artë të gjithë dhe ju atë në tonë. Dhe të dojnë i këmë në sërboni vjen basë disa vite të plejësh, dhe përndaj është momenti që ne të falenderojnë Gazena, Bashkim e tjerë, të tila vendosi që ta rikthej të traditë e cila i duhet shumë artistëve, por gjithashtu krijuesve, por gjithashtu edhe familje. Faleminderit Bashkisë së tjerit, faleminderit kryetarit të Bashkisë, zotit Armando Cubaçi. Ne vazhdojmë si një dhuratë që Bashkia e tjerit ju bën fëmijëve me rastin e një qershërit. Besoj se është momenti që të mësove kohë edhe të njësë një herë në natën e parë të festivalit, ka përkëtime natë shumë e njërshëm, një spektakël këngë, nga një spektakël autor tekstësh, një spektakël kompozitor, e shumë fëmijë që i këmbën dhe interpretojnë të këngë. Të mos harroni, këngët janë të gjitha drejt për së drejti, live, prandaj me përurje të madhe, kërkoj nga publiku që të mbajë qetësi gjatë gjithë kohës së interpretimit. Pasi fëmijët kanë nevojë për qetësi që të dëgjojnë sa më mirë muzikën e përkësjellë dhe interpretime në të mira. Nisi ta vërkohë me këngën e parë në këtë natë finale, që është që në 45 të këngës për fëmijë tjerë. Është një këngë dedikuar heroit tonë kombëtar, teksti Mihal Krinçe. Muzika nga një prej emrave më të njohur të muzikës në qytetin e Fierit, Nikollaq Bullo. Dhe të interpretohet kënga nga Luciana Tasso. Një presim Luciana.
43 sekondës, e nisi natën e parë, na shkoi shumë mirë, ne vetëm do të këmbajmë Luciana edhe për mentën finale. Të gjithë fëmijëve nëse do t'u japim një certifikat pjesëmarrje përveç çmimeve të cilat do të prezantohen në fund nga do paraqiten në fund nga juria jonë, por të gjithë fëmijët e meritojnë participimin një pjesëmarrje, një vlerësim, një certifikat pjesëmarrje, një vlerësim nga ana organizatorëve të festivalit, pasi janë lodhur shumë, janë munduar shumë duke për të sjellë të tonë të bukura në festivalin 43 sekondës. E nisim me Luciana. Faleminderit Luciana, dhe suksese. Faleminderit. E përmenda disa herë jurin, pasi sigurisht ajo është juria është elementi kyç. Aty do të mbiten të gjitha përpjekjet, aty të reflektohen të gjitha përpjekjet e fëmijëve, pasi është juria e festivalit 43 sekondës për fëmijë që do të japë edhe vlerësimin atyre që janë më të mirë, më të talentuar, ata që e kanë të ardhmen të sigurt në botën e muzikës. I prezantoj edhe një herë për ju, ka pasur mundësi të prezantoj vetë neve, është fati i madh që i kemi sot me ne, kryetarin e jurisë, profesor Robert Radoja, kompozitor i njohur, instrumentist, pianist i shuar, kanë quajtur edhe më parë babai shqiptaror i shumë artistëve shqiptar. E falenderoj profesorin i cili ka ardhur sot me nesh. Antari tjetër i jurisë, zoti Pambilanco, producent, skenarist, dhe ka autor tekstës këngës, të cilët e kanë quajtur Shqipërinë disa herë në Eurovision. Faleminderit. Dhe antari tretë i jurisë, jo pak, i nderuar, i respektuar dhe i vlerësuar në fushën e muzikës, zoti Kotarin Tonxhini, kompozitor i shuar si muzikën e kultivuar e shuar dhe të punuar folklorike popullore. Faleminderit të tretë, ju urojmë suksese, ju urojmë fund të mbarë, kuptohet me depresin kërën tuaj në fund të kësaj nate të tretë. Ne vazhdojmë me këngën e dytë në konkurimin e sotëm, bëhet fjalë për këngën Zgjohu këngëzo, teksti Fran Ucama, muzika nga Jani Tase, ftojmë me një duetë vajzën e cila do ta këndojë Amelia Angjeliu. Yeah.
festival, të urojmë suksese. Faleminderit. Faleminderit. Do të vijojmë konkurimin tonë me një këngë tjetër shumë të bukur, me këngën e Tia Tashman, e ka marrë titullin Pinocchio, megjithëse kishte një titull tjetër, por ne e ndryshuam. Dhe të kujtojmë Pinocchio, i meriton duar profitët, do të na sjellë shumë atmosferë. Të kujtojmë Pinocchio me sigurisht që kujtojmë ndjenjë ekstra, po për çfarë bëni janë pikërisht këtë këngë? Ne kemi fëmijët e kapsit nëmër 4, ndërkohë që unë ju prezantoj këngën, e cila është shkruar me tekst Ledi Shqiponjes dhe muzikë të Dritan Lumçit. Këndon Dilberta Feyzulla dhe Arjes Laze. Shoqëroj fëmijët e kapsit nëmër 4. I preqim të vinë në skenë. Të qojnë bashkë të regulohen, do regulohen edhe mikrofonat, po, shumë mirë. Dhe jetë shumë një, shpejt. Aproni. Ajde të këtuha mua. Ndimoj ta. Do vime dhe të tjetë. Ajde, aproni të gjithë, aproni. Jam shumë të emocionuar. Edhe nga se nuk arrin të më... Okej, do regulohen shumë mirë. Ajde më dhe të tjetë. Do vime? Ajde. Da aproni dhe pak si më ndomi. Da aproni këtë hapë në përsa që të stuaj. Nuk ka edukatorja klika kujdeska. Nuk e rëzbet si të regulonte. Jeni një kështu edukatore? Shkëse që po, unë do të kujtoj nga rasti, që të them që këta fëmijë ka një edukatore shumë të mirë, e të ka shumë mësues të muzike dhe ka punuar shumë në mënyrë që të mësuan të këta fëmijë të vendonin sa më bukur këngën, dhe me që jeni tek edukatorët dhe mësuesit, si një nënë e cila i kanë ndjekur të gjitha nivelet e sistemit shkollor në Tiranë, ju them që vjeni shumë e saktë ju të tjerë që keni edukatorë dhe mësues kaq të mirë. I kam parë gjatë edhe mezë, a vështe? I kam parë dhe shumë të mirë se si punojnë në fëmijët, çfarë dashurie që kanë, çfarë kujdesi, me sa vëmendje i ndjekin dhe me sa shumë përkushtim punojnë, rrallë e gjenë sot të mësuesit të paktën për një klasë për kryeqyteti. Komplimente të tjerë. Kapsit nëmër 4, Pinocchio.
Teksti dhe muzika nga Edmond Qomo. Do të presim në skenë Bea Plakër, që të rason Bea Voglusja.
që këndojnë këngët e tyre. Dua të flas. Teksti Jota Misari dhe muzikë Bledar Veliu. Vjen për ju Ester Veliu.
mirëpafshim. Ndahemi nga Krista, do të vazhdojmë me një këngë tjetër e cila titullohet Amaneti i gjyshit, dhe jam e bindur të gjithë ju në këtë momente kur kujtoni gjyshit tuaj, syt ju mbushen me mall, të gjyshit e dashur që vetëm na përkëdhelin, vetëm na dhastojnë, që i kanë gjetur ato me biskota dhe me karamele për ne. Amaneti i gjyshit, me tekst të Blerina Gjikës dhe muzikë të Arjan Mukës, e cila sot në skenë, Eiza Hoxha.
Edmond Jacobs me ftojnë Deni dhe Igni Kufën.
Veçanërisht falenderoj baballarët që kanë ardhur sot duke sakrifikuar edhe natën finale të Ligës së Kampionave. Vazhdojmë me këngën e radhës, gjithmonë këngë jeta jonë është titulli, teksti dhe muzika nga Samir Bakja, ndjekin Leandra Godaj. Teksti dhe muzika Arion Gjini, këndon Mariel Kanani.
Maria. E di që nuk të merrojnë certifikata, shto që të bëjmë që nuk sa më parë. Suksese, faleminderit. E përqeni Maria Kanale dhe e vazhdojmë të mbrëmje me një tjetër këngëtare me Dorina Hoxhën, e cila sjell këngën në skenë si këngëtare. Teksti Arjan Gjoka, muzika Viktor Lakushi, këndon Dorina Hoxhën.
e natës së sotme dhe unë përfitoj për të bërë një falenderim për ata që punuan me përkushtim për realizimin e festivalit. Falenderojmë së pari producentin e festivalit, zotin Agron Zoza. Faleminderit drejtorit artistik Enrik Mazreku. Udhëheqësve artistik të festivalit Robert Hoxha dhe Bariam Hatia. Regjizor Mito Kutale. Scenari Marinda Rama dhe scenografia Vitjola Stefane. I kam dhjetur nga afër dhe gjithë ditëve që punuan për festivalin dhe mund të them, rinit e qetë me këtë staf i keni fëmijët në duar të sigurta. Me vëdër, pa më bërko me këndën e radhës, titulli këndës Dora me 5 gishta. Teksti Frank Cama, muzika Anton Bertoja, vjen radha një dueti tjetër, Flavia Myrtaj dhe Arbor Latifi. Aleksandr Vezulit, vjen për ju kënga ime e shqiptarisë.